34 gjire luft, sakrific, dashni për klubin, dashni për qytetin. Kjo më ka mu mundi mirë. Unë jam këthy me një mision vështresi që dini, nuk jam këthy për asnjë gjë tjetër, as për financë, as për gjë, as për emër. Jam këthy në qytetin e lindjes për me këthy vështrin atë se ku e ka vendin. Kështu që ju falenderoj gjithve për sakrificën, në radhë por lejtarët, sepse unë mendoj që e kemi pas një grup lejtarëve, jo vetëm djemë mirë, lejtarët mirë, po fundin kanë qenë edhe lona, sepse çdo ndeshje kanë sakrifiku. I përgëzoj gjithë qytetarët e Vështrisë, posaçërisht tifozërinë, thuaj se mas plak forcën, që shpeshen edhe vetë, domethënë që dinë me bu atmosferë shumë të këndshme, edhe këtë dedikim du m'ja bu familjes të Rion Morinës, e sidomos të Rionit, sepse me të vërtetë e kam posë bërqëne, sepse kam qenë unaj që Rionin e ka morë në ekip, kemi bisedu për plane shumë afatgjate, edhe dëshira e Rionit ka qenë vetëm një, që trener po vim Vështri, po me më premtu që këna me fitu titullin kampion. Ai nuk u realizu, mirë po ne realizum në emën të Rionit. Kështu që e përshëndes familjen e Rionit shumë, edhe ky sukses i dedikohet pikërisht të Rionit. Është kënaqësi të e njoh qytetin tem, të e njoh këta tifoz zjarrt. Qyteti i Vështrisë jeton me futbollin. Edhe unë e kom cek, është hera e tretë që në kuadrona Super Ligë me Vështrin. Ka marrë un bë kampion me Vështrin, Superkupën e kom fitu me Vështrin. Amo ky qytet nuk e meriton mu vetë kënaq, vetëm se po jina në Super Ligë. Këta njerëz meritojnë shumë ma shumë. Edhe mënyra se si na kanë përkrah, sidomos gjatë këtij viti, u bën mu një krenar, pjesë e cilët qyteti jam, sidomos e këtyne tifozëve këtyne. Është ndjenjë shumë e mirë, po besoj që Vështria nuk do të më nalë me qikash.